Mirlind Daku po shijon në këto ditë pushimet e tij të verës në Shqipëri, por paralelisht përfaqësues të tij po diskutojnë për të ardhmen e lojtarit që do I garantojë fitime marramëndse, cila do qoftë zgjedhja e tij. Pak ditë më parë Daku ishte në bisedime me Zenit Shën Pjeterburgun, por marrëveshja dështoi. Tani mediat ruse bëjnë të ditur se Dinamo e Moskës është gati të hidhet në sulm për sulmuesin shqiptar, duke I ofruar shifra të rëndësishme lojtarit I cili është në kontratë me Rubin Kazanin edhe për një tjetër vit. Por ofertën më të mirë ai e ka marrë pikërisht nga Rubin Kazani për momentin, me disa shifra që nuk janë dëgjuar ndonjëherë më parë për një futbollist të kombëtares shqiptare. Mediat ruse bëjnë të ditur se Rubin Kazani ka propozuar Daku të rinovimin në vitin 2029 me një pagë shumë më të lartë se sa e ka aktualisht. Sport Baza shpjegon se atij është propozuar një rrogë vjetore prej 200 milion rublash, rreth 2.2 milion euro, me një bonus besnikërie prej 150 milion rublash, 1.6 milion euro në çdo vit që vazhdon bashkëpunimin me klubin. Me pak fjalë, më shumë se 3.8 milion euro në vit për futbollistin shqiptar nëse I shkon deri në fund kontratës që I propozohet. Përfaqësuesit e futbollistit kanë marrë këtë propozim nga Rubin Kazani dhe po e shqyrtojnë me lojtarin paralelisht me ato që I ofrohen nga klube të tjera, pasi është përfolur se për të ka interes dhe nga Turqia dhe Italia.